Pavarësisht se çmimet e patundshmërive në kryeqytet vazhdojnë të shënojnë rritje dhe kanë arritur nivele rekord, kërkesa për blerjen e banesave gjithashtu mbetet e lartë. Sipas agjencive që merren me shitblerje të patundshmërive, çmimi për metër katror në qendër të Shkupit ka arritur deri në 3.000 euro. Frosina Usvinovska, drejtoreshja e një agjencioni që merret me shitblerje të patundshmërive, në një deklaratë për televizionin Koha, tha se nuk pritet ulje e çmimeve në periudhën e ardhshme, pikërisht për shkak të interesit të lartë në treg. Ajo thotë se çdo ditë mbi 200 qytetarë e kontaktojnë agjencinë për të informuar rreth mundësisë për blerje të një ose më shumë banesave. Postonë se kažu дека баллонот që pukne, međutim za da pukne balona treba da se namali interesot. Vazhdimisht thuhet se do të plas balona, por për të plasur balona duhet të ulet interesi. Ju them se shumë njerëz këtë që populli ynë gjen mënyrë si të vi deri tek një banesë me çdo kusht e shfrytëzojnë, edhe për këtë arsye interesi vazhdimisht rritet, përkatësisht ka interes prej vitesh. Edhe po të jetë 800 euro metri katror, edhe 1.600 euro, prap gjen mënyrë se si të blejnë. Thonë se do han buk me kryp e lëng, por banesë për fëmijën tim ose për familjen do ta sigurojnë. Dhe këtë disa njerëz për fat të keq e shfrytëzojnë edhe për shkak se ne nuk e kemi traditë të jetojmë me qira, siç është në Perëndim. Edhe pse numri i qytetarëve të interesuar, siç thonë informacionet zyrtare, është i lartë, qytetarët me të cilët bisedoi televizioni Koha thonë se për të bler banesë ose shtëpi në Shkup tashmë është bërë luks dhe ëndër për ta. Ka firmash ndodh që mundën ama me rrogë, me penzia, gjatë mundesh me mri banesë me vjetja me hangëra, me dalmonësh për banesë. Ama jas nisëm në kujgullëm. Nuk jam ndonjë eksperte e madhe e çmimeve të banesave, megjithatë mendoj se është shumë shtrenjtë për një qytetar të thjeshtë që dëshiron të blej banesë. Është shumë e vështirë. Po, çmimet kanë ndryshuar, gjithashtu si në Evropë edhe këtu. I kanë rrit pak, kundra standardit rrogave që janë, i kanë rrit çmimet banesave. Për banesë nuk veçandra. Nëse ke ndonjë jashtë, ai mund ndihmoj. Od kada je na srednji od građanin toku Pariza da kupi stan ovdje u Skopje. Nga të siguroj qytetari mesatar aq para për të bler banesë në Shkup. Sot në Shkup të blesh banesë është luks i madh. Nuk mundet me pension ose me rrogë prej 30.000 ose 50.000 denarësh maksimum të blesh banesë. Što znači ne dosta për një stanov. Tendencën e rritjes së çmimeve e konfirmojnë edhe të dhënat e fundit të publikuara nga Banka Popullore. Sipas tyre, gjatë 3 mujoshit të dytë të vitit, çmimet e patundshmërive janë rritur me rreth 13.3% në krahasim me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar.